Familja Çollaku ka ardhur më pas dhe sapo kanë zbritur nga një furgon në afërsi të vendit ku do të varrosej Olsi Çollaku, e motra Vjola Çollaku, Nexhmie Çollaku dhe Lumturi Balliu, përkatësisht 2 fëmijët e Hallës dhe 2 hallat, sa I kanë parë kanë filluar duke hedhur fjalë në drejtimin e tyre, duke thënë që çdoni këtu ikni, e duke e etiketuar atë Abdurrahmanin si ti e vrave, ti ja more jetën, ti biri I që vafsh mbas atij, ti e familja jote, bashkë me fëmijët e tu. Olsi është afruar drejt tij, por të tjerë persona kanë ndërhyrë dhe nuk e kanë lejuar të afrohej afër. I ka thënë ik mos më prek. Kam ardhur për të bërë respektin e fundit të Xhaxhait dhe ti askushi që të mos ma lejosh. Siç e ke ti daj, unë e kam Xhaxha. Ka ndenjur bashkë me pjesëtarët e tjerë me të cilët ishte në një farë distance dhe kur është vijuar me varrosjen e arkivolit me trupin e të ndjerit, është afruar në pjesën e këmbëve, në krahun e kundërt dhe ka marrë lopatën për të hedhur dhe sapo ka mbushur lopatën, I është afruar Nexhmia dhe Vjola, duke bërtitur lëre lopatën, ti e vrave, nuk të takon. E më pas është afruar Olsi, I cili e ka shtyrë dhe e ka goditur dhe është rrëzuar si për varrit. Abdurrahmani është ndjer I tromaksur, I trembur, I turpëruar e nuk kujton më pas gjë nga ajo ngjarje.